Biznesmeni vdiq në Tiranë, italianët tronditën nga autopsia, mungojnë organe, trupi u mbush me lesh. Massimo Ferro, një sipërmarrës 54 vjeçar nga Italia, ndroi jetë në 22 dhjetor në Shqipëri pak ditë pas një ndërhyrje për reseksion gastrik të kryer në një klinikë private në kryeqytet nga Roberta Merlin, Corriere del Veneto. Hetimet mbi vdekjen e Massimo Ferros vazhdojnë në 2 binar mes Tiranës dhe Padovës. Të hënën e kaluar me urdhër të prokurores Padovës, mjeku ligjor Antonello Cirnelli ka kryer një autopsi të dytë, pas asaj të kryer në Shqipëri, ditën pas vdekjes që kishte ndodhur në fillim të janarit. Rezultatet e 2 ekzaminimeve do t'i nështrohen një pune të kujdesshme krahasimi me qëllim sqarimi nëse vdekja lidhet me shkaqe natyrore apo me ndonjë komplikacion të mundshëm nga ndërhyrja kirurgjikale ose menaxhimi post-operativ. Autopsia italiane, e kryer në Itali, ka dhënë vetëm element të pjesshëm, mungonin stomaku dhe një pjesë e zemrës, të cilat ishin hequr gjatë ekzaminimit në Tiranë. Trupi gjithashtu ishte rindërtuar duke përdorur materiale shi, një procedurë që sot konsiderohet e vjetruar dhe jo në përputhje me standardet e mjekësisë ligjore moderne. Ndërkohë, prokuroria e Padovës ka kërkuar zyrtarisht nga autoritetet shqiptare që të dërgohet e gjithë kartela mjekësore. Për të hedhur dritë mbi ngjarjen, prokurori italian Andrea Girlando ka regjistruar si të dyshuar kirurgun dhe dietologen të 2 nga Lombardia lidhur me trajtimin klinik të Ferros para udhëtimit. Fjalët e avokates, avokatja Jenny Lopresti, përfaqësuese ligjore familjes së bashku me avokatin Stefano Quaris, konfirmon se trupi Ferros është rikthyer në Itali në gjendje të mirë dhe se autopsia në Shqipëri ishte urdhëruar ditën pas vdekjes dhe kryer në fillim të janarit. Do të jetë thelbësore të rindërtohet i gjithë procesi mjekësor, thekson avokatja Lopresti. Ferro ishte vizituar në 6 dhjetor në Milano dhe operuar në 18 dhjetor. Duhet verifikohet nëse janë kryer të gjitha ekzaminimet preoperatore sipas protokolleve përfshir profilaksin, antibiotike dhe nëse pacienti është nënshtruar. Edhe intervistave psikologjike deri tani nuk rezulton dhe vlerësimit multidisiplinar të kërkuar në këtë lloj ndërhyrje. Shtrimi në Spitalin e Tiranës nën vëzhgim është edhe qëndrimi më vonshëm në Spitalin Publik të Tiranës, ku 54 vjeçari u transferua pas komplikimeve të para. Massimo Ferro, i prekur nga diabeti tipi 2 dhe i vendosur të humbiste peshë pas vitesh përpjekjesh të dështuara, kishte zgjedhur një klinik private në Milano, që i kishte propozuar një gastrektomi për t'u kthyer në Shqipëri në një strukturë të quajtur binjake. Kostoja ndërhyrjes ishte 4.400 euro, rreth 10.000 euro më pak se çmimi i kërkuar në Itali. Kontaktet me kirurgun kryesisht bëheshin përmes WhatsApp-it, element që po shqyrtohen gjithashtu nga hetuesit. Pas operacionit, gjendja e tij u përkeqësua deri në vdekjen e tij në 22 dhjetor në repartin e reanimacionit në Spitalin e Tiranës. Familja e shkatëruar nga dhimbja kërkon tani të di të vërtetën.